Selvia Kasapi, bashkëshorta të ndjerit Shpat Kasapi, ka ndalë një mesazh falënderimi publik për mbështetjen e marrë në një moment të vështirë familjar. Ajo bëri të ditur se fal ndihmës së Leda Meçës dhe të Bora Tartarit, familja ka arritur të sigurojë në kohë rekord një leje qëndrimi 3 vjeçar në Itali. Kjo leje është një hap i rëndësishëm për shëndetin të ardhmen e vogëlushit Roel. Në mesazhin e saj, Selvia shpreh se Shpati do të ishte shumë i lumtur për këtë arritje dhe se ajo është vendosur ta çojë deri në fund amanetin e tij. Për shëndetin të ardhmen e Roelit, faleminderit përzemërsisht Meçe Leda dhe Bora Tartari, që në kohë rekord na ndihmuan të sigurojmë leje qëndrimi 3 vjeçar në Itali dhe jo vetëm. Shpati do të ishte shumë i lumtur sot, por ne doja të dërgojmë amanetin deri në fund. Ishte postimi që Selvia Jau publikoi në Instagramin e saj, shoqëruar me një foto të Roelit të vogël. Në duhet të rikujtojmë se ikja e parakohshme e Shpat Kasapit nga jeta ka lënë një plak të hapur në familjen e Shpatit, por edhe në showbizin shqiptar.